Drejtuesi politik I koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha, I shoqëruar nga deputetja Oriola Pampuri, zhvilluan takimin në biznesin në njësinë nr. 9 në Tiranë për të njohur me problematikat që ato po përballen. Basha tha se ka një përkeqësim të thellë të situatës pasi edhe shumë njerëz janë larguar nga puna për shkak se sipërmarrjet janë në vështirësi. Ka një përkeqësim të thellë, sepse edhe shumë njerëz kanë dalë nga puna, kisha dhënë në një fasoneri, janë një presion të jashtëzakonshëm. Vetëm nga fasonerit mund të jenë larguar 20-30.000 gra kryesisht këto 10 muajt e fundit. Ai sjellë një 400.000 lekë, një 500.000 lekë në shtëpi, tani nuk sjellin më. Basha tha se shkaku I kësaj gjendje është fakti që ekonomia është në duart e një grushti njerëzish. Gjithçka është në duart e një grushti njerëzish. Edhe lekët janë në duart e një grushti njerëzish. Prandaj me 11 maj zgjedhja kjo është: o të vazhdojnë t'i kenë lekët ata, o lekët t'i kthejmë në ekonomi, t'i kthejmë tek njerëzit, t'i kthejmë tek pensionet, t'i kthejmë tek pagat, që të rritet konsumi. Kreu I Euroatlantikëve tha se vota për Ramon është për të liruar shokut nga burgu, ndërsa vota për Berishën për të liruar Ilir Metën.